kur më ndroi baba jam jetë, ata ishte koha për mu më e keqe që kom përjetu se tanë këtë jetë. Si shkojmë vend lindje, vërtet qetësohet shpirti. Kur e more atë rrugën ose guximin për mu largu nga vendlindja? Të Tanusha e reka e për me e Gustivarit. Vjerën e dën vjerën? Të Djepi. Djepi është Djepi djali tem. Ki është, ja kom ble para 20 vjetëve kur ka li djali jemi madhi, ja kom ble ati edhe hala e kom rujt. Plisi është simbol i krenarisë që kemi ne shqiptarët. E pikërisht, jam tek restoranti i njohur në Zvicër, në Zürich, restorant Plisi, dhe këto afër me kom pronarin. Mirsad, përshëndetje, po përshëndes si shqiptar. Valderit për mikpritje mas pari. Qysh po ecë restoranti? Mas pari e lozën? Sot nuk jom lodha, shumë kom pushu pak më nda kohë, po mirë jemi të punu, shiqë zote shumë mirë jemi të punu. Mirsad, të bëj nervoz punëtorët ajo? Jo, me punëtorët e kam shumë rahat. A je shef i let ajo? Ekstrem i let jam, shumë i mirë, shumë i qetë, i zgjedhim problemet që pëse kemi, i zgjedhim me butësi, me njerëzillok, vërtet shumë shef i mirë jam. Mirsad, se sa ke hap restorantin? Restorantin ka që e kom hap që prej vitit 2019 shtator, 5 vjetë e pak tepër ka që ashtu. Pak para pandemi se kemi hap këtë restorant, 4 muaj punum, edhe na mbyllën pak si ondër, na jetë pak interesant, po mirë. Kur ja mbyllën, po. Qa mendove? Se sigurt ke pas edhe shpenzimet e kapja e zë. Po, si të thom, ishte shumë e vështirë, ishte ekstrem e vështirë, se unë isha fillestar, nuk isha i pregaditet, po jo une, po në atë pandemi nuk ishte askush i pregaditet. Diçka shumë e rëndë ishte për mu si fillestar, se shumë kisha investu edhe masandej nuk ishta edhe as shumë të ardhura si të mbahem 3 muaj ditë mbyllët, ta kemë. Po, kaloj edhe ajo. I qelë zoti rrugë, kur e ecë halal edhe i qelë rrugë zoti që të mëjnë. Vërtet ati s'kom dyshim, vërtet durim sabër si i thojnë kana, edhe vërtet zotit i hapëm dyrë, pa problem. Se jem të folte restoranti, Mirsad, pse thirët Plisi? Nga kjo emën Plisi, ideja e Plisi? Po Plisi është emën shumë i madh, Plisi është tradita jonë, Plisi është Plisi jonë. Edhe për atë Plisi këtu në Zvicër, shumica po një pjesë e madhe e Zvicranëve nuk e din se çfarë është Plisi. E thash edhe këto tradita tona pak me i pron këtu, ta shohin Zvicranë se kush jemi na. Te pjesa e Plisit, çka ofron që restoran? Domon çdo ushqim tradicional ka. Edhe ku gjendet? Restorant Plisi, na jemi me haje tradicionale, hajet tona shqiptare, si për shembull pasul, groshi, thonë visat, gullash, kebapa, flinja kemi çdo çtun, kemi flinja, i bëjmë të freskëta tradicionale. Dhe na gjendemi te Walliselenstraße 7A, në Dübendorf, Zürich. Po du me të këthym braba Mirsad komplet, ti e nga Tetova. Të merë male për vendlindje? Si s'merë shumë. Nuk gjdi herë në vit shkojmë në vendlindje të shohëm edhe pse jam prej vitit 95 të në Zvicër. Po prap nuk e lom ato, si shkojmë në vendlindje, vërtet qetësohet shpirti. Qetësohet, ashtu si me ta tregu, është diçka shumë interesant. Kur e more atë rrugën ose guximin për mu largu nga vendlindja, me arë në Zvicër, pse? Kushtet? Ose e kujtën ikjen nga vendlindja, ikjen ose kthimin kur ja ke kthy shpinën edhe prindve, realisht? Jo, në fakt na i kom edhe di vllazën, një më i madh, një më i vogël, neve na ka pru baba. Po. Baba ka në pema moti, këtu si për pejnë 85 në falë, edhe aj na pruni neve 95 na mori dhe neve në gurbetësit. Ka qenë vështirë fillimet tua, me shkollë, me përgjithësi? Po fillimi ka qenë një vështirë, se nuk e njifshim gjuhën. Njëre gjuhën, deri që ke shkolle, nisi ta mësësh gjuhën, ishte shumë e vështirë. Pastaj u martove? Pastaj u martove, mas 5-6 vjetë u martohëm, 2020, si tonë, u martohëm atëherë. Kur flasim fakt për bashkëshortën,
Çka të shkon mendje? Është krahu i djathti i joti? Për bashkëshorten e kam shoqen me Livanë nga Gostivari, është diçka, si të thëmë, shumë ka rëndësia ja për mua, është një shoqe, edhe si shoqe, edhe si gru, edhe si krejt e kam ata, është diçka që një krah shumë të madh, shumë të fortë. Mirësat, më vjen interesant, pse me restorant, me kuzhinë, ke pas dashni rreth kuzhinës, rreth ushqimeve, apo... Dashni, unë jam në gastronomi nga viti 99. 99. Nga 99 kam punu si punëtor. Kam qenë Migros, edhe na në krejt Migrosin, restoranteve Migrosit Zyrit, kemi shpërnda bukët. Po atje ka konë ushqimet ndryshe. Nuk janë konë tradicionale si tonat. Ishte fillimi pak e vështirë derisa të adaptohem me ushqimet tona, po ku ishim, thashe, kam krahin shumë të fortë për shoqes. Ajo është pjesë e kuzhinës, si e mban atë pjesë, unë jam që tash më shumë pjesën përgjithësi, përgjithësi. Domthon nuk je pahiri në gastronomi, prej fillimeve. Jo, pahiri, jo pahiri, 25-6 vjet shumë janë. Shumë, non-stop në gastronomi. Mund të thush, pej fillimit, pej fëmijës ja kam filluar me 19 vjet në gastronomi jam. Pra, për gjithë ata që na shikojnë, Mirsadi ka qenë një punëtor i thjesht, nga punëtor është pronar. Të thotë që ëndrat nuk lihen në sirtar, thjesht duhet punë. Me qenë kështu si punëdhënës, vërtet është pak vështirë. Është vështirë, thash kam punu 20 vjet si punëtor, mas andaj prej 2019 e mora vetë, edhe është shumë e vështirë se duhet të kesh shumë durim me çdo send, duhet t'i bëj shumë në rregull, kualitetin duhet ta mbash rregullisht, pastërtinë duhet ta mbash rregullisht. Ajo është diçka shumë primare në kuzhinë. Periudha më e vështirë që e ke pas në jetë? Periudha më e vështirë ishte pandemia, koha e pandemisë. Koha e pandemisë, këtë restorant ishte vërtet shumë kohë e vështirë. Gjatë gjithë jetës tonë, periudha më e vështirë, ka qenë kjo? Mund thush që kjo ka qenë, se sa e hapa në 2019, 4 muaj punova, 3 muaj mbylla. Prap punova një 4-5 muaj, prap më mbyllën edhe 6 muaj. Do thotë nuk kisha i përgatitur për këtë. Jo veç une, po si e shoh shumë restorante tjera janë mbyll, po shqyqesh Zotit me durim e kom arrit një sukses shumë të madh. Po më intereson kur periudha më e vështirë e jotja ka qenë. Kur ke shku në shtëpi, çka ke mendu? Ke mendu ta lësh komplet këtë biznes? Për shkak se u kam dëshirë mi frymëzu edhe tjerë. Po koha më e vështirë ishte, mund thushte edhe ashtu se nuk kisha çfarë me deklaru në shtet, se sa kam punu, që me ta kthy ata, isha vërtet shumë pak. Kisha dhona që mund t'ju jap shtetit edhe ato të mi kthejnë, nuk kisha çfarë deklaroj shumë, sa kisha nis. E ke mendu me mbyll? Po. E ke mendu me mbyll? E kam mendu. Në pjesën e dytë kam mendu me mbyll, po. Edhe isha gati në përfundim, po për fat mirë, mos i kisha babën unë si ndim, si krah, isha për me mbyll. Babait ka qenë krah? Baba, po. Edhe koha më e vështirë me 23 shtator, kur më ndroi baba jem jetë, ata ishte koha për mu më e keqe që e kom përjetu se tanë këtë jetë që e kom unë. Çka është të jetësh pa baba? Pa baba shumë vështirë, shumë vështirë. Sidomos babën e kom dasht ekstrem shumë. E kemi, si të thëmë, me babën një zemër, një të njëjtë jemi me babën. E kam qatë zemrën e babës edhe unë, e kam edhe sa dul në penzion, baba ishte iniciatori kryesor në fshatin tim për ndërtimin e një xhamie. Edhe sa dul në penzion, qatë i vdiqaj, urzuan atë xhami edhe vdiqaj. Çka të kujton në fakt kur të flasim për babajin, çka të ka thënë babai, për shkak se ka qenë dora e djathtë e jotja për mos me u mbyll. Kujton fjalët e tina? Mos u dorëzo, vazhdo, puno, puno, do bëhen krejt, mos i kije gajlen. Tjetër kush i ka këta punë në dorë, më ka thonë këta. Mos i kije gajlen, veç puno ti, mos mendo ma shumë, edhe veç vazhdo. Gjatë gjithë jetës kësaj, çka të ka mësu babai, përveç kësaj fjalës ta ka thonë, çka ke marrë diçka prej tij? Edukatën e kom morë, shumë për i babës e kom morë edukatën, na e ka eduku ekstrem mirë 3 djemve, na ka udhëzu maksimalisht,
me butësi, me njerëzillok, si thonë të ne, me gjitha. Misat, po dalim të restorant, në fakt, ideja e veshjeve. Apo ma spjegoj baka shumë se është interesant edhe historia e këtyre që i ke pjesë këtu. Po si t'ju thomë, nisim për te sofra. Sofra e kam arru gjyshem para 55 viteve. Unë si Mirsat i vogël kam hangër në këtë sofër. Kemi hangër familjarisht në këtë sofër. Me këtë sofër jemi rritë. Kja ka shumë sende për mu, ka shumë vlerë. E kemi ende sofrën si shqiptarë? Para se me dole tjerë? Sofrën atë kuptimin e kemi ende mikpritën si shqiptarë? Kemi harrue, kemi largue, kemi prap atë buk, zamër edhe kryp që thonë? E mund të thëmë pak është hupë. Nuk është aja si ka qenë për para. Ja. Për mu lirisht mund të kthehet edhe një herë kanë sofër, ma pak më mirë, ma knatësi akon. Adi vërtet akon shumë më mirë. Tash i kemi shumë, kreti kemi nuk na mungon asgjë. Ama ka humb pak aja dashuria si ishte për para ndaj njëri tjetrit. Dalëm edhe tek te djepi. Te djepi. Djepi është djepi djalit tem. Ky është ja kom blej para 20 vjetëve kur ka li djali jemi madhi, ja kom blej ati edhe hala e kom rujt. Që si është kështu? Ja kom rujt. Djali tash 20 vjet. Djali është për momentin në ushtri. Në ushtri. Më ka kalu mu me nalësi, po kujtimit hala këtu. Nuk ma pranon mendja se si u rrit atë shpejt, kupton. Unë tham hala i vogël është, po jo, është rrit shumë. Te veshjet, Mirsat? Te veshjet këto janë Okej. të mia, qofri kur e martu une. Këto janë veshjet e mia, kur e martu, po kur e më kom pak ma tamam. Tash pak ma ndryshe. Këto janë. E këto janë, tjerat janë këto gjyshes temet, vjerës, nonës grus. Nonës grus. Po, këta janë të fshatit Tanusha, e reka e përme e Gustivarit. Vjerën, e do vjerën? Na me vjerën nuk... Pa tjetër, është nona e grus teme, absolut, është njeri shpis, pa tjetër duhet me dash, si ajo që mi respekton familjen teme pa ma, si i thonë. Pa tjetër, është normal aja që duhet dash, është baba e nona e grus teme. Një pyetje Mirsat, veshjet e vjerës. Pa. E ke pagu që ja ke marrë veshjen? Jo, ja ka fal qikës vete, ja ka fal edhe për ato, po i kam bajt edhe gruaja jemi kur jemi martu, edhe ajo i ka pat këto veshje, kur jemi martu. Këto i kom blej, këto janë të mirditës. Mirditës. Këto janë të mirditës, këto janë i kom blej pak për si cilave trojeve tona ka pak na për Shqipërije, në Kosovë, i kom shpënda për këtë, pa pak ta shohim. Pra, shqiptarët, kur vinë në Zyre, e kam pjesën e për mundje shqiptar, mos me të mungu asgjë, është pa dyshim restorant Plisi. Apo ajo, Mirsat? Apo pajtohesh me mu? Pajtohem, absolut. Restorant Plisi këtu apo si qendre e shqiptarve. Këtu vend takimi shqiptarve. Me kret. Si kur thonë, ku do takohim të Plisi. Edhe këtu e shohin që i vërtet me muzikë shqip, me mikpritjen komplet shqiptare. Edhe muzikë shqip? Absolut, non-stop muzikë shqip kemi, nuk ndrojmë. Ne kemi nisë edhe Zvicranë nësën ka vak shqip. Pra, shikus dashur, o veni ideal për me arë këtu, për mundjet tipik shqiptar, nëse të mungon flia, nëse të mungon grosh apo pasuli, çka do qoftë që të mungon nga vendi, ku flitet, shqip e gjejmë tek restorant Plisi. Mirsat, unë s'po të marrë shumë kohë, falenderit mas pare për mikpritjen, falenderit që ke hapë shpirtin, zemrën për me na mikprit, trujt zotit ty bashkë me familjen. Pra, shikus dashur, se për pak harrova, këtu mund të bën edhe nëse ke ditëlindje, unë është me arë me festu, veç kur është zime s'dija bën, Mirsat. Mujnë me arë dhe shqip... Jo, kemi shpesh here edhe fejesa. Fejesa, martesa, edhe martesa kemi pas. Sa bukur. Po, ditëlindje, shumë lloj sende, çfarë dëshirojmë. I gjenë. Jemi këtu, gatshëm jemi. Falenderit shumë edhe ne trujt zotit bashkë me familjen. Shumë falenderit, ishte kënaqësi, t'ju mirëpres juve. Falenderit pra, shikus dashur edhe pak pamje, ta shohim edhe restorantin.